Shqiptar nga 38 vende të botës u mblollën në Tiranë në edicionin e 4 të samitit të diasporës, ku vlerësua roli kyç i tyre jo vetëm në rindërtimin e së ardhmes, por edhe në rrugën drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duke e quajtur zgjatim të Shqipërisë në botë, kryeministri Rama tha se diaspora sot nuk është më një histori e largimit të dhimbshëm, por një histori e shumëfishimit të forcave të kombit shqiptar dhe një urë që rrit kontributin dhe vlerën e Shqipërisë në botë. Shqipëria jeton kudo ku shqiptarët mbajnë gjuhën, kujtesën, shpresën kokëfor dhe ndjenjën e pathyeshme të përkatësisë tyre kombëtare. Dhe sot, kur bota është më e ndërlidhur se kurrë dhe kur fjala si kurrë më parë veje vjen në çast sa hapen mbyll syt nga një kontinent në tjetrin, ju jeni zgjatimi i gjallë i Shqipërisë kudo në botë. Fryma e kombit përtej gjeografisë, prova e tij se identiteti nuk përmblidhet në kornizën e hartës, por zgjerohet nga udhëtimet e njerëzve të tij. Ka pasur një kohë jo shumë larg kur shqiptarët iknin nga dheu duke i mbajtur zemrat sigur mbi shtëpinë, duke marrë me vete guximin e kujt s'ka asgjë për të humbur dhe dhimbjen e ndarjes me gjithçka i lidhte pas kësaj bote. Por atë që historia deri dje i quante ikje të pangushëllueshme, koha e ka shndruar në një lidhje të pazëvendësueshme. Ajo që dikur dukej si endek, sot është bërë urë. Sot, diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Shefi i qeverisë u ndal tek transformimi që ka psuar Shqipëria ndër vite, jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në imazhin e saj në arenën ndërkombëtare. Nga një vend kur nuk diej ku binte në hartë, sot Shqipëria, tha Rama, është një emër që flet në gjitha gjuhët e botës. Kryeministri tha diasporës sa dheu i tyre është kthyer në një kantier të madh transformimesh që u bën thirrje për investime dhe nuk kujtohet për ta vetëm për indulgjencë monetare. Ky vend është një kantier i madh transformimesh që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Partia Socialiste, tha Rama, e ka përmbushur zotimin për votën e diasporës, e cila u implementua për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Sot ju vini këtu pasi e keni ushtruar atë të drejtë në zgjedhjet e vitit të shkuar. Nga një drejtë e kërkuar në një drejtë e ushtruar. Nga një zë që kërkohej dëgjohej në një zë që tani më është pjesë e vendimarrjes popullore për udhëheqjen e këtij vendi. Sot Shqipëria nuk e ka më as vulën e dankosjes nga Bashkimi Evropian si dheu i pandëshkueshmërisë. Rama shtoi se ishte vetë kjo forcë qeverisëse që besoi tek një drejtësi e pavarur dhe i dorëzoi shpatën me vullnet të plotë. Sot pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur, siç nuk ka qenë qysh në kryet herës nga 1912 deri kur ne, me vullnet plot, i dorëzuam asaj shpatën që i takon vetëm duarve të saj për të bërë drejtësi të barabartë për të gjithë dhe pa kursyer askënd. I bindur se shqiptarët e diasporës e dinë më mirë se kushdo se nuk ka rrugë pas sfida, Rama u bën thirrje që të rilidhen jo vetëm emocionalisht, por edhe në mënyrë aktive me Shqipërinë, duke i ftuar të bën pjesë e projektit të madh kombëtar drejt integrimit evropian. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian nuk është një objektiv politik. Është një zgjedhje qytetërimi. Është përmbyllja e një rrugtimi që shumë prej jush e kanë jetuar tani më në jetët e tyre, duke ju integruar në shoqëri që përfaqësojnë vlerat që ne synojmë të rrënjosim këtu, në Shqipëri, në shtëpi.